Qytetarë nga gjithë Kosova, por edhe nga vende shqifolci janë ftuar që me 17 shkurt t'i bashkohen protestës me moton drejtësi jo politik, që është planifikuar të mbahet në sheshin Skënderbeu nga ora 14 në Prishtinë. Kjo protestë organizohet nga platforma Liria ka emër, e cila në një konferencë për media bëri të ditur se kjo datë nuk është zgjedhur rastësisht. 17 shkurti përkon me ditën e pavarësisë së Kosovës, duke kthyer këtë protestë në një akt qytetar dhe simbolik në mbrojtje të parimit të drejtësisë. Qëllimi kryesor i protestës është të kërkohet mbrojtja e çlirimtarëve të cilët aktualisht po mbahen në Hag. Platforma Liria ka emër vlerëson se procesi gjyqësor i cili ka hyrë në fazën përmbyllëse pas më shumë se 5 vjetësh, ka krijuar shqetësime serioze tek qytetarët. Sipas organizatorëve, zvarritja e procedurave, kompleksitetit i tyre, informacionet kontradiktore dhe perceptimi i ndikimit politik kanë minuar besimin e publikut se drejtësia po trajtohet si një proces thjesht juridik. Protesta e planifikuar të mbahet me 17 shkurt vjen pas një seri aktivitetesh qytetare dhe disa protesta tjera të organizuara në Hag, Strasburg, Prishtinë, Shkup e Tiranë, për çështje të ngjashme, duke reflektuar shqetësimin e vazhdueshëm të opinionit publik mbi proceset gjyqësore dhe respektimin e drejtësisë në vend. Organizatorët gjithashtu bojnë thirrje për pjesëmarrje masive, duke nënvizuar se protesta do të jetë paqësore dhe fokusuar vetëm te drejtësia.